Një gjykat në Prishtinë hapi sot procesin gjyqësor kundër Naser Kelmendit, i cili ndodhet në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një nga bosët ndërkombëtar të drogës. I arrestuar në vitin 2013, ai po gjykohet në akuzat për krim të organizuar, vrasje si dhe trafikim të narkotikëve të rrezikshëm. Shtetasi bosnjak, i lindur në Kosovë, për një kohë të gjatë ishte hetuar edhe nga autoritetet e Bosnjës që nuk kanë arritur ta vënë para drejtësisë. Nga Prishtina njofton korespondenti Besim Abazi. Në Prishtinë filloi procesi gjyqësor kundër Naser Kelmendit, shtetas bosnjak me përjardhje nga Kosova që ndodhet në listën e Shteteve të Bashkuara si një nga boset ndërkombëtar të drogës. Akuza ngarkon atë me veprat penale, krimi organizuar, vrasje rënd, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike. Akuza ngarkon atë si drejtues të një grupi të organizuar kriminal për vrasje në vitin 2007 të musliman-bosnjakut Ramiz Dalelić, i cili që bën një figurë kryesore në krimin organizuar pas luftës, përfshirë dhe prodhimin dhe përpunimin 100 kg të drogës të tipit heroin, 150.000 tabletave ekstazi e tjerë. Në fillim të procesit, Naser Kelmendi tha se nuk dihet fajtor për akuzat. Naser Kelmendi, lindur në vitin 1958 në Pejë në Kosovën Perëndimore, u arrestua me 6 maj të vitit 2013 në bazë të urdhër arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosnjake dhe që atëherë mbahet në paraburgim në Kosovë. Bosnia, ku ishte hetuar për një kohë të gjatë, kishte kërkuar dorëzimin e tij pas arrestimit, por kjo ishte pamundësuar me që ajo nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe rrjedhimisht nuk ka një marrëveshje të tillë. Rastin e mori përsipër misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Mediat në disa vende të Ballkanit e cilësojnë Naser Kelmendin si një prej njerëzve kryesor të krimit organizuar në rajon, ndërsa në listën amerikane emri i tij radhitet për krah atij të kreut të kartelit meksikan të drogës Jose Antonio Sota Gastemula dhe atij të tregtarit afgan Said Yazir Shah në një listë prej 97 personash. Me 1 qershor të vitit 2012, Departamenti Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e identifikoi Naser Kelmendin në aktin për bosit e narkotikëve të jashtëm si një trafikant i lëndëve narkotike. Krimi organizuar vazhdon të jetë një prej sfidave më të mëdha me të cilat vazhdojnë të përballen vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.